Një zyrtar policor i moshës 47 vjeç ka ndëruar jetë sot rreth orës 14:45 në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë. Lajmi nga policia e Kosovës e ka konfirmuar Agron Borovci. Rreth orës 14:45 kemi pranuar informatën për një trup të pajet në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, si dhe mjekët e emergjent, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës mashkull 47 vjeç. Zyrtar policor, tha ai, mbështetur në informacionet e para nga vendi i ngjarjes. Përkuar ka element që sugjerojnë për vetvrasje, policia në koordinim me prokurorinë e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen dhe me kujdes të shtuar po shqyrton të gjitha aspektet e rastit për ndërqimin e plotë rrethanove të kësaj ngjarje tragjike, ka shtuar Borovci. I ndjeri është Alban Tolaj, babai i prezantueses së njohur Elsa Tolaj. Djali i policit që dyshohet se kreu vetvrasje sot në Prishtinë ka njoftuar për varrimin e babait. Benet Tolaj njofton se varrimi do të bëhet nesër në orën 16:20 në Pej. Ne si familje ju falenderojmë të gjithëve ata që ndajnë dhimbjen me ne në këto momente të vështira. I shobeve atë Deut, si në luftë ashtu edhe në liri, shkruan djali Alban Tolajt, Benet Tolaj. Alban Tolaj është zyrtari policor që u gjet pa shenja jete sot në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë. Rastin për insiderin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët thanë se dyshohet se policia është vetvrarë. Megjithatë, për këtë po nis një hetim i gjerë i cili pritet të zbardhë detaje të mëtejshme mbi këtë ngjarje të rëndë.